Për flitet se nuk shkonin mirë, Kiara Tito bën veprimin ndër ditëlindjen e vjerrës, ndërkaq që vlen për të theksuar edhe urimi epik i Dafinës për vjerrin e saj. Lajmi i parë vjen nga moderatorja Kiara Tito, që shpeshherë janë shtuar thashë themet se nuk shkon mirë me vjerrën e saj, por përmes Instagramit ajo i ka uruar asaj ditëlindjen ditën e mbrëmshme, teksa ndryshe nga ç'flitej, Kiara ka publikuar një portret familjar, teksa i ka shprehur edhe dashurinë nënës së Luizit. Në Instastorin e saj shkruhet: "Shumë urime për nëna Anxhin, e cila sot ka ditëlindjen, të duam shumë", ka shkruar ajo në postimin e bërë, teksa fansat kanë sulmuar edhe Luizin kohë më parë se përse ka vendosur që ta lëjë nënën vetëm, teksa Luizi tha se tani më ka krijuar familjen e tij dhe se nëna ka vendin e saj. Duket se tani më gjërat janë sheshuar, teksa kjo foto familjare është më e bukur se kur. E një urim epik për vjerrin ka ardhur edhe nga Dafina Zeqiri. Sot në shtëpinë e Dafinës së Kreshnikut kishte arsye për të festuar pasi vjerri i Dafinës, Recep Gjergji, ka festuar ditëlindjen. Ajo e ka uruar në mënyrën e saj të veçantë babain e partnerit të saj, teksa i shkruhej në Instastory: "Urime ditëlindja vjerri më i qartë". Ka qenë urimi i Dafinës që dëshmon lidhjen e ngushtë e tepër të afërt që ka me familjen e Kreshnikut. Kujtojmë që edhe Dafina u sulmua shumë për këtë marrëdhënie, teksa bëhej me dije nga burimet të afërta të familjes që familja e Dafinës e Kreshnikut binin kushërin të afërt. Madje Dafina vite më parë kishte postuar edhe foto me Kreshnikun duke shkruar "With my cuz", me kushëririn tim. Megjithatë, pas hulumtimeve të bëra, Dafina ka sqaruar fansat se janë kushëri aq të largët me Kreshnikun saqë nuk ka asnjë problem për ta. E duket se edhe familjarët kanë rënë dakord me këtë gjë.